Drejtoria për të ardhura publike i ka kontrolluar të ardhurat nga jashtë qytetarëve tanë, por edhe të atyre këtu që kanë të ardhura nga puna jashtë vendit. Në Shënjestër në fazën e parë janë në prurjet për periudhën nga qershori deri në fund të vitit 2020, po ashtu do të kontrollohen edhe të ardhurat nga viti 2021 deri më tani. Tek redaksia jonë reaguan qytetarët që janë befasuar që kanë marrë vendime për pagesë tatimi për vitin 2020. Nga DAP konfirmojnë se po kryen kontrole. Kontrollet kanë treguar se në periudhën nga qershori deri në dhjetor të vitit 2020 rreth 4.000 persona fizik që kanë pasur të ardhurat të tatimuara nuk i kanë deklaruar edhe kanë paguar taksa. Qëllimi i DAP-it është që individet fizik, kryesisht vullnetarisht, përputhen dhe të dorëzojnë llogaritjet për kacë elektronike. Sigurisht, nëse dikush pavarësisht thirrjes së DAP-it nuk përputhet, DAP kryen gjenerimin e llogarive zyrtare dhe merr vendim për përcaktimin e tatimit. Deri në këtë moment, 462 individ fizik janë përputhur vullnetarisht dhe kanë deklaruar tatim në shumën prej 63.832 euro dhe kanë paguar tatim në shumën prej 42.154 euro. Nga ana e DAP-it është përcaktuar tatimi në shumën prej 5.677 euro për 48 individ fizik. Vetë drejtoresha e DAP-it dje si një nga arsyet për mbledhjen më të ulët të tatimit mbi të ardhura për vitin 2025 i përmendi qytetarët që punojnë përkohësisht jashtë vendit, të cilët nëse janë tatim pagues në Maqedoni do të duhet të paguajnë 10% mbi të ardhurat e tyre. Това се предse приредувачите на игри на среќа и приливите од странство, од аночивите приходи што граѓани на Република Македонија ги остваруваат од странство. Значи, од тие области каде што сме фокусирани, направивме доста анализи и проверки, со вкрстување на податоци, каде што ги забележавме тие трендови кои што ги посочив, и сега имаме активности пак од со постепено засилувачки карактер. Значи, por cilat qytetar duhet të paguajnë për 10% tatim, pra cilat të ardhura i nënshtrohen tatimit. Për tatimin nënshtrohen të ardhurat nga jashtë vendit që kanë realizuar individet fizik në bazë të ardhurave nga puna, paga, honoraret, shërbimet intelektuale, freelance, të ardhura nga qiraja, përfshirë këtu edhe përmes platformave si Airbnb dhe Booking.com, fitimeve kapitale, shitja e pronës, kriptomonedhat, tituj vlerash dhe të tjera, të ardhura nga kapitali, dividenda, interesa, të ardhura të tjera financiare, të drejtave autorësore, fitimeve nga lojrat e fatit si dhe lojrave të tjera të ardhura. Nga DAP shpjegojnë se të ardhurat nga jashtë që nuk i nënshtrohen tatimit janë të ardhurat e marra në bazë të dhuratave, mbështetjes familjare ose transferimeve përmes Western Unionit, RIA, Monigrami dhe shërbimeve të ngjashme.